Ndeshjen Prishtina-Malisheva kemi minutën e 18, ku kemi një prekje të topit me dorë nga ana e lojtarit me numër 16 Prishtinës, ku gjyqtari sinjalizon për goditje direkte jashtë zonës së 16 metrashit. Me ndërhyrjen e varrit, gjyqtari Kastrati sinjalizon për penalti, ku prekja e topit me dorë ndodh brenda zonës së 16 metrashit. Kemi edhe minutën e 46, kemi anullimin e golit për klubin Prishtina, ku gjatë ndërtimit të aksionit sulmues ka qenë një ndërhyrje lojtarit me numër 14 Prishtinës në lojtarin e Malishevës. Kemi ndërhyrjen e varit dhe pas rishikimit të pamjeve me të drejtë anullohet goli për ndërhyrje të paliruar gjatë ndërtimit të aksionit sulmues. Tek ndeshja zhvilluar sot Ballkani Llapi, kemi minutën 35 ku pretendohet për penalti nga ana e ekipit Ballkanit, por këtu s'kemi të bëjmë me penalti. Shihen pamjet se topi godet lojtarin me numër 6 në pjesën e fytyrës, pra këtu nuk kemi të bëjmë me penalti të pretenduar dhe me të drejtë loja vazhdon. Në ndeshjen Gjilani-Frizaj kemi dy raste. Kemi rastin në minutës 30, kemi anullimin e golit për ekipin e Frizajit, ku lojtari me numër 8 prek topin me dorë që krijon përparësi bashkë lojtarit me numër 19 i cili shënon gol. Pas ndërhyrjes së varit dhe rishikimit të pamjeve në monitor, me të drejtë anullohet goli për prekje me dorë gjatë ndërtimit të aksionit sulmues. Kemi edhe rastin e dytë të Gjilanit, kemi minutën 90+4, ku pas një aksione zhvilluar nga ana e ekipit Mesafir, vjen deri te krusimi, ku në zonën e 16 metrashit është një ndërhyrje serioze lojtarit me numër 6 të ekipit Gjilanit, në lojtarin me numër 27 të ekipit Frizajit, ku këtu kemi këmbën e ngritur, këmba është drejt dhe me takat e ngritura, ku cënohet shëndeti i lojtarit. Gjyqtarja Jeti nuk e ka marrë vendimin në fushë për penalti dhe karton kuq. Loja ka vazhduar, ku ka qenë një duel i lojtarit me numër 99 të Gjilanit, ku kemi edhe një ndërhyrje nga lojtari numër 25 të ekipit Frizajit në kërcim, ku lojtari me numër 99 ka qenë i pozicionuar shumë mirë për të arritur tek topi, ku shihet qartë shtyrja e lojtarit me numër 25 të ekipit Frizajit. Këtu kemi ndërhyrjen e varit, ku ka vepruar konform protokollit varit, ku se pare ka shikuar për pozitë jashtë loje, nuk kemi pozitë jashtë loje. Atëherë kemi ndërhyrjen në zonën e 16 metrashit, është evidente pra penaltia dhe kartoni kuq, kurse gjatë kontrollimit të ndërhyrjes ndaj lojtarit numër 99 të Gjilanit, shihet qartë shtyrja e lojtarit me numër 25 Frizajit, ku nga ky aksion u shënu goli. Pra mbas protokollit të varit, gol jo gol, është shiquar është goli i rregullt, por vetëm këtu kemi që goli është jo i rregullt, sepse ka qenë shtyrja në aksionin paraprak. Atëherë kthehet në situatën konform protokollit penalti jo penalti, ku shihet qartë ndërhyrja serioze që cënon shëndetin e lojtarit, pra penalti dhe kartoni kuq. Këtu vari ka vepruar konform protokollit, pra gol jo gol, pra se pare ka kontrolluar pozitën e jashtë loje, atëherë edhe ndërhyrjen që ka qenë ndaj lojtarit numër 99 Gjilanit, ku është shënuar goli, pra kemi gol jo i rregullt në këtë situatë. Dhe pika tjetër e VAR protokollit është penalti jo penalti, ku shihet qartë ndërhyrja e lojtarit numër 6 në lojtarin numër 27 Frizajit, ku me të drejtë gjyqtari, pas rishikimit të këtyre pamjeve, sinjalizon penalti dhe karton të kuq për lojtarin e Gjilanit. Në ndeshjen e Ligës Parë Feronikli Vllaznimi kemi shkoqitur dy raste, kemi minutën e 43, kemi ndërhyrjen e lojtarit me numër 8 Vllaznimit në lojtarin numër 9 të ekipit të Feroniklit, ku lojtari i Vllaznimit merr rrezikun, ku pengon lojtarin sulmues në avancim, i cili është në posedim topit. Gjyqtari Hasanaj ka qenë i pozicionuar shumë mirë dhe me të drejtë ka sinjalizuar penalti. Kemi minutën e 75, ku sulmuesi i Vllaznimit me numër 99 përplaset me lojtarin numër 33 Feroniklit, i cili është i pozicionuar shumë mirë dhe arrin tek topi i pari. Pra këtu nuk kemi të bëjmë me një penalti të mundshme për Vllaznimin, se pamjet na tregojnë se lojtari me numër 33 Feroniklit luni i pari me top.